këtë edicion do të ndiqni. Kryetari i shoqatës së konsumatorëve, Selatin Kaçaniku, ka kërkuar nga qeveria dialog për çmimet. Shporta e qytetarit po vështirësohet. 69 raste me frut në Kosovë brenda 4 muajve. Klubi i basketbollit Vllaznimi po shqyrton mundësinë për rikthim në elitën e basketbollit të Kosovës. Përshëndetje. Po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Rritja vazhdueshme e çmimeve të shumë produkteve bazike po vlerësohet si shqetësuese edhe për shoqatin konsumatori. Selatin Kaçaniku, kryetari i shoqatës, ka kërkuar nga qeveria dialog për këtë situatë, por i njëjti ka pohuar se edhe vetë konsumatorët kanë një pjesë të fajit. Shporta e qytetarit kosovar që përmban produktet bazë po vazhdon të rëndohet. Kjo për shkak të inflacionit që ka arritur normën në 6% dhe Kosova zë vendin e parë në Ballkan për rritjen e çmimeve të konsumit. E për këtë ngjarje, i pari i shoqatës konsumatori tregoi që ndër të tjera, faj kanë edhe qytetarët që janë neglizhent ndaj kësaj situate. Ne duhet të kthehemi dhe të bëjmë të duhurën për vetveten tonë. Nëse ne jemi neglizhent, mos të presim as nga ata të cilët i kemi fuqizuar me votën tonë të rirë demokratike, kemi bartur kompetenca autorizimet e ata, i përkrajme me paranë tonë publike, që të bëjmë diçka më shumë për ne se që po bëjmë ne për veten tonë. Do me thëmë, kjo që po bëhet ndaj nesh është refleksion i asaj që ne po e lypim, që ne po e kërkojmë. Ai tregoi po ashtu edhe për zgjidhjen e kësaj problematike. Ne duhet të vëdësohemi dhe të bashkohemi dhe të bashkuar t'ja prezentojmë qeverisë dëshirat, planet, kërkesat dhe perspektivat tona. Nëse ne nuk bashkohemi dhe nuk ja themi qeverisë troq, qeveria do të na thotë në mënyrën e saj troq. Rritjet e çmimeve janë regjistruar të ushqimet dhe pijet jo alkolike, kujdesi personal dhe shërbimet të ndryshme. E kjo rritje e çmimeve është ndikuar kryesisht nga shtrejtimi i transportit, strehimit, ujit, energjisë elektrike, gazit dhe lëndëve të tjera djegëse. Problemet me mbeturinat, sidomos në kohë vere, janë një brengë e vazhdueshme për komunitetin. Ekipi ynë edhe gjatë kësaj të marte ka siguruar imazhe me mbeturina në një nga zonat më të frekuentuara në qytet. Pamjet flasin për një pakujdesi të disa qytetarëve, të cilët vazhdojnë të mos i ruajnë hapësirat publike. Ndjekim kronikën. Lumi Krena mbetet një nga hapësirat më të frekuentuara për qytetarët, sidomos gjatë verës. Megjithatë, jo të gjithë po treguan të përgjegjshëm ndaj këtij ambienti, që në hyrje të shëtitores hasen mbetje ushqimore të hedhura në ujë, dëshmi se disa qytetarë ende vazhdojnë ta ndotin lumin. Megjithatë, krahasuar me periudhat e mëparshme, gjendja në pjesën e sipërme të shëtitores është dukshëm më e mirë, ndërsa sa më shumë i afrohesh fundit të shëtitores, mbeturinat shtohen, duke dëmtuar pamjen e këtij ambienti. Por mbeturinat nuk janë pengesa e vetme. Problemi infrastrukturor me gropën për të cilën raportuam javë më parë vazhdon të jetë e pambyllur. Edhe kësaj radhe, zgjidhja mbetet e njëjtë, një çadër dielli vendosur mbi të, e cila vazhdon të shërbejë si shenjë paralajmëruese në mungesë të një ndërhyrje konkrete. Me ardhjen e mërgjimtarëve, shëtitoria Lumit Krena është bërë edhe më e frekuentueshme nga qytetarët. Pikërisht për këtë arsye, prania e gropës së pambyllur paraqet rrezik për kalimtarët. Ndërkohë apelohet edhe të qytetarët që të tregohen më të përgjegjshëm dhe të mos hedhin mbeturina, në mënyrë që Lumi Krena të mbetet hapësirë e pastër dhe e sigurt për të gjithë. 69 raste me frut janë identifikuar brenda 4 muajve në Kosovë. Nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë, bëjnë të ditur se vetëm gjatë javës së fundit, 6 raste të reja janë konfirmuar. 6 raste të reja me fruth janë identifikuar vetëm gjatë javës së fundit në nivel vendi. Nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë kanë përditësuar situatën epidemiologjike me fruth. Nga 16 prilli deri me 20 korrik 2026 janë konfirmuar gjithsejt 69 raste me fruth. Referuar raportit të publikuar nga IKSHPK, numri më i madh i rasteve është regjistruar në Prishtinë me 21 raste, pasuar nga Ferizaj dhe Fushkallë
Kosova me nga 12 raste dhe qendra të tjera me raste më pak, ndërkaq Gjakova nuk është përmendur në këtë raport me ndonjë rast të konfirmuar aktualisht. Në raport gjithashtu pohohet se fruthi është 6 herë më infektues se sa gripi, prandaj edhe 1 nga 5 raste mund të zhvillojnë sëmundje të rënda ose komplikime të tilla si infekcioni veshit, pneumomi, humbje e përhershme e dëgjimit, encefalit apo edhe vdekje. Prandaj, sipas IKSHPK-s, vaksinimi mbetet masa më efektive dhe më e sigurt për parandalimin e fruthit, mbrojtjen e individëve të pavaksinuar dhe ruajtjen e shëndetit publik. Tutje ky institut u bën thirrje qytetarëve që çdo person me simptoma të dyshimta të fruthit, si temperaturë e lartë, skuqje ose ndryshim në lëkurë, koll, rruf apo konjunktivit, të paraqitet sa më shpejt në institucionin më të afërt shëndetësor. Në samitin ndërkombëtar diplomatik të ambasadorëve të paqes të mbajtur gjatë javës së shkuar, pjesëmarrëse ishte edhe ambasadorja e paqes Cinderella Doli Kreziu. Në një prononcim për mediumin ton, profesoresha tha se punimet e samitit ndikuan shumë në promovimin e paqes, sigurisë globale dhe të drejtave të njerëzit. Të jesh ambasadore përjetshme e paqes do të thotë të mbash mbi vete një mision që shkon për ti një titulli. Është një përgjegjësi për të promovuar dialogun, bashkëpunimin dhe mirëkuptimin mes njerëzve, duke u bërë zë i vlerave që ndërtojnë një shoqëri më të drejtë dhe më paqësore. Por çfarë ndjesi është të mbash të rol dhe çfarë nënkupton kjo përgjegjësi? Për këtë flet Cinderella Doli Kreziu, ambasadore përjetshme e paqes nga Gjakova. Ky është një emërtim, një titull shumë i rëndësishëm, ambasadore e përjetshme për paqe. Nënkupton që ka të bëjë me një mision diplomatik, që është integruar pjesa e paqes në botë, integritetit profesional edhe integritetit njerëzor, global, dhe që e lufton dhunën, qoftë dhunën kundër grave, duke mbrojtur gjithmonë të drejtat edhe të rinisë, gjithmonë duke pasur në konsiderat edhe cilësinë time që 20 vjet që punoj në arsim, është një nderim që mua më bën shumë krenare, po të njëjtën kohë më jep shumë përgjegjësi për të vazhduar misionin tim si një mesimdhënëse në mbrojtje të rinjve, dy gjinive. Së fundmi ajo mori pjesë në samitin ndërkombëtar të ambasadorëve të paqes në Tiranë, të organizuar nga Agjencia Investigative Stop Krimi, ku mblodhen ambasadorë të paqes nga vende të ndryshme të botës. Aty kishte misionar, ambasador nga gjithë bota, ishin nga Vjena, ishin nga Italia, Greqia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe gjitha vendeve të tjera që jo vetëm shqipfolës, por nga të gjitha nacionalitetet tjera që na bën të ndjehemi edhe më krenar që jemi pjesë e integruar qoftë e Bashkimit Evropian, qoftë gjithë global për një qëllim të caktuar që të vazhdojmë misionin ton të qëllimshëm dhe që të shkojë çdo gjë ashtu siç duhet për një shoqëri sa më efektive edhe paqësore. Gjatë aktivitetit u ndanë edhe vlerësime për personalitetet të ndryshme. Mes të nderuarve ishte edhe kapitenja e policisë së Kosovës nga Gjakova, Mërgime Dobra, e cila është shpall ambasadore përjetshme e paqes. Lidhjet me vendlindjen i kanë shumë të forta të gjithë mërgjimtarët. Madje 2 prej tyre që mediumi ynë ka takuar sot kanë treguar pse duan Gjakovën dhe se përtej dashurisë për vendlindjen, Gjakova sipas tyre ka vend edhe për ndryshime. Përtej pushimeve, kthimi i mërgjimtarëve është një dëshmi e lidhjes së fortë me vendlindjen, sepse sa do larg të jenë, është vendi ku kanë lindur ai që i thret gjithmonë. E këto ditë edhe Gjakova po e ndjen rikthimin e njerëzve të saj. Në Gjakovë në lidhje se kem vendlindje Kosovën përgjithësi dhe Gjakovën vetë si vendlindje, jam i lindur në Gjakovë, vim ka 2 herë në vet, vi për Suedia, kem vendlindje tonë nuk mundem pa artu. Më shku parë në Gjakovë, në Kosovë nuk ja vlen, ka asgjë për si person si unë, me gjithë familje vim. Dhe me fëmijë bashkë, një çështja kanë pushimet verore. E përtej dashurisë për vendlindjen, Gjakova sipas tyre ka vend edhe për ndryshime. Një detyrë që kemi ndaj vendlindjes, pastaj ndaj shtëpisë, parafisit dhe në atë kuptimin e pushimit nuk e kam qujtën për jarë pushim, por me kryer disa obligime. Ka vend për ndryshim, kanë ndryshuar gjonat mirë, për të mirë, po në disa
segmente nuk janë të shku në rrugë që është duhet. Po me gjithat, duhet me po një dritë me tej. Për disa javë, rrugët e Gjakovës mbushen sërish me zërat e atyre që jetojnë larg. Një atmosferë që bën verën ndryshe, si për mërgjimtarët, ashtu edhe për qytetin. Sot u bën 14 vjetë që kur u ndon nga jeta krijuesi i letrave shqipe, Alje Podrimja, autori 10 titujve dhe punimeve të shumta në letërsinë bashkëkohore, njihet si personi që i dha zë poezisë shqipe. 14 vjetë më parë, poetin nga Gjakova Ali Podrimja në moshën 70 vjeç u gjet pa shenja jete në qytetin Lodhve të Francës, ku kishte udhëtuar për të marrë pjesë në një festival ndërkombëtar të poezisë. Kosova aso kohe humbi njërin prej krijuesve më vlerë të letërsisë shqipe, i cili edhe sot kujtohet si një nga emrat më të mëdhenj të letërsisë. Kështu vlerëson në një lidhje telefonike nga Kanada kryetari i klubit letrar John Nicol Kazazi, profesor Muharrem Kurti. Ali Podrimja dihet ka qenë një ndër shtyllat kryesore të klubit letrar John Nicol Kazazi, por njëkohësisht edhe qyteti i Gjakovës është krenar që ka pasur bijtë e vetin, por edhe popujt që kanë një personalitet të shquar, një poet të madh siç është Ali Podrimja, janë krenar dhe do duhet të ndjehen krenar që kanë zerë nga gjiri i tij. Krijuesi Kurti gjithashtu tha se poezia e tij e përkthyer në shumë gjuhë të botës mbetet një dëshmi e fuqishme shpirtit krijues shqiptar. Prandaj Podrimja duhet përkujtuar gjithmonë. Poetët të përmasave të Ali Podrimjes nuk do duhet vetëm në përvjetore, në data të veçanta të kujtohen për ata vazhdimisht sepse një shkollë. Ali Podrimja është një shkollë e poezisë bashkëkohore shqipe. Ali Podrimja si poet i etnisë, si poet i dhimbjes personale, siç dihet të lumi, me cilën bëri një kulm, një ngritje, një kulmore të letërsisë bashkëkohore shqipe, është një shkollë e letërsisë bashkëkohore shqipe. 14 vjet pas, veprimtaria dhe kontributi i poetit Podrimja vlerësohet si një nga krijimtaritë më të rëndësishme të letërsisë shqiptare, si autori i më shumë se 10 vëllimeve me poezi, si dhe përfaqësuesi më tipik i poezisë së sotme shqiptare. Basketbolistët e vllazнимit janë duke shqyrtuar mundësinë e rikthimit në elitën e basketbollit të Kosovës. Me krijimin e një vendi të lirë në Superligë, vllaznimi mund të jetë në mesin e klubeve që do të shqyrtohen për rikthim në elitë. Data e fillimit të edicionit të ri të Procredit Superligës së Kosovës dihet, por ajo që nuk dihet është se cila skuadër do të kompletojë tabelën e garës kryesore në basketbollin e Kosovës. Kur klubi i basketbollit Drita nuk u licencua për edicionin e ri për shkak se nuk disponon një palestër, është hapur një mundësi për inkuadrimin në Superligë e një ekipi nga Liga e parë. I ftuar në emisionin Sportcast të Kosova Press, i pari i Federatës së Basketbollit të Kosovës foli për këtë mundësi dhe përmendi ekipin e vllazнимit. Ne spari këtë ofertë duhemi me hapër të gjithë. Kjo le të jetë e qartë. Për të gjithë nga Liga e parë, cilët ata të cilët kanë fituar drejtën në Ligën e parë. Në anën tjetër, për vllaznimin ne kemi një borxh të veçantë për shkak të asaj turbullire që ndodhi vitin e kaluar, edhe mbrëm në bordin tonë do të jemi marrë vesh që me e hap këtë mundësi. Natyrisht ne duhet ta hapim për të gjithë. Përfundimisht, po duhemi me pas se cili do të jetë ai klubi i cili mund ta avancojë. Wild card do të hapet me patjetër, domethënë ky është vendim që nuk mund t'i ikim kësaj. Ndërkohë, burimet brenda ekipit të vllazнимit i thanë televizionit Syri që janë duke shqyrtuar të gjitha mundësitë për aplikim dhe inkuadrimin në Superligë. Ekipi i Dritës nga Gjilani ishte fituesi i Ligës së parë në sezonin e fundit, por që nuk plotësoi kriteret për pjesëmarrjen në elitën e basketbollit kosovar për t'i hapur rrugë ekipeve tjera nga Liga e parë për të bërë pjesë e Superligës në edicionin e ri që starton në vikendin e 19 dhe 20 shtatorit. Samir Zekici gjuan për 3, realizon Zekici.
Në vazhdim të ndjekim parashëkimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndohemi të ndjekim edhe një titujt kryesor të këtij edicioni. Kryetari i shoqatës së konsumatorëve, Selatin Kaçaniku, ka kërkuar nga qeveria dialog për çmimet. Shporta e qytetarit po vështirësohet. 69 raste me frut në Kosovë brenda 4 muajve. Klubi i basketbollit Vllaznimi po shqyrton mundësinë për rikthim në elitën e basketbollit të Kosovës. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.